Cilin reper nuk e ke qef? Ose jo nuk e ke qef. Cilin reper nuk ja ke qef muzikën, kështu, muzikalisht folim. Do me thonë nuk e ngjon ose nuk e pëlqen zhandrin e atit. Mos e marrin për keq apo? Jo, ajo është shif, për shembull, edhe unë kam repera që si pëlqej muzikën, mos do me thonë që i keq, a kupto? Ajo është menimi jot edhe shija jote muzikës, si. Për shembull ka shumë njerëz që për shembull se kanë qef muzikën time. Nuk do me thonë kur gjo ajo, është menimi edhe shija vet. Ose diqa, a ke se s'duhet ngushtu. Më vazhdo, më çam ngushton më. Po kush ngushton unë? Po bëj, vëlla, nuk ngushtohem, më bëj çfarë pyetje dush, nuk jam unë tip që ngushton. Unë kam qenë videos me ngushtim. Nuk janë ngjon muzikën për shembull. Kujt nuk janë ngjon muzikën. Nuk e ngjon muzikën aty. Nuk e ke për ty për shembull, nuk është shija jot. Meti Seni. Metit. O metit e bur, favela, se ke ngjuar. Po. Garat meti. O zot. Pyetja radhës është o Niko Garazht, o Bablok, mreti Garazhtit. Pyetja radhës është si ke marrëdhëniet me Noizin? Miri kompla. Kom fol para ca kosh. Ma kanë tesh karim se nuk t'ka follow, pse s'ka follow. Po pse, qa lidhe ka follow? S'do të thotë që do ta kesh follow i njonin dhe ta kesh show. Shqiptarët e kanë ashtu. S'kom kontakt me ndish, s'kom kontakt kështu non stop, se për shembull ajo në Shqipëri, unë jetoj Zvicër, në Belgji, ta kuptos, sot që na lidhen neve... Nuk e takova, do me thënë. A kuptos, sot që na lidhen non stop jeta, a jam këto më. Ta gjujtën më. Pa ne na jarë. Okej, bëhet i pyet, unë Niko Garazht. A ke kontakt ti me Zinin? Ja, vllai, nuk kam kontakt. A ke pas kontakt? Ja. Kështu, s'kam pas një, po, për të taku e kena taku, po kontakt s'kam pas një herë me ta. Okej. A ta bëj unë një tjetër. Ha, bëje. Me cilin reper do kishe pas qef me boj kong? Ama kështu, i më shtu as me mu, as me, a kupton, me cilin reper do kishe pas qef ta bëj kong? Ja, ta thush. Po, ma thuje. Thuje. Zinin? Da kishe pas qef i kong me Zinin, ha? Po që pa e ta kishte qef i kong me Zinin, po me thënë vërtet. Jo, janë shumë këngëtarë që edhe kisha qef. Një emër, për shembull. Një emër 6ix9ine Bablok. 6ix9ine. Ajo është ëndra ime që mund të kisha këngë që është ëndër që s'mund ta realizoj dot kurrë, po nuk i dihet të bëj. Për zotin. Nuk i dihet jetën. Nuk i dihet, kështu që asgjë nuk i dihet. Po me këta reperat shqiptar gjithë janë të mirë, gjithë më pëlqejnë, gjithë e kam gju. Tu fillu te Noizi, te Finemi, te ty, te Stresi, Klevjo, Unikatili, Varrosi, Dom Fenomi, Fero. A kupton, gjithë, çdo kush ka atë lezetin e Marini, a kupton? Okej. Pyetje. Radha jote. Po. Pyson ty ja. Po pyeta unë, tash e pyet ti mua. Me no, mos ashtu. Avash. Pi pak shishëm. Okej, pyetja është. Them, a je ndjehur ndonjëherë i kërcënuar
me problemet që ke pasur nga muzika. Që edhe probleme, vlla, normal që kur je këngëtar ke edhe probleme edhe pa dash fare. Po, i kërcnum. Po vlla, me të kërku njerëzit më bishë, se edhe mu më kanë kërku njerëzit, të kupton, pa fund, jo më kanë kërku dhe njerëzit që kanë bëjë gjë fare. Po, normal, be? Ajo është. Për shumë, kur kom bo muzikë para ca vjeti, para se me lonë, më kanë kërku dhe i kom kërku. A kupta. Po, edhe më kanë kërku, nuk është në e gjoja. Po më vllai, se normal më se me këtë do që të zihesh, a kupton? Pa. Okej, Sem, nëse do ta ktheje kohën mbrapa, a do t'i hyje prap kësaj jete që t'ishe i famshëm? Po, be këzak? Po, në dy kisha hy, po, për shumë gabime që i kom... Tash i gabime që i kom boz dhe i kisha bo, a kupton? Janë ca gabime që menoj unë që i kom bo. Ka gabime, çfarë quan gabim ti? O Elmedin, çfarë quan gabim ti? O Niko, respekte. Për shembull me ca vene që kom shku kom kënu, për shembull ca koncerte që kom shku kom kënu, a kupton, ca vene. Për shembull ta zem kom qenë me i ven këtu afër Gjermanisë edhe Zvicrës në kufi. Edhe kur kemi ik këta i veni, ka dalë ai djali pronarit na ka marrë. Shko bo, valla, s'ni marrë vesh në këta. Univers ka gjujt dhe i kush, valla, qëmë. Falimderit shumë, ej, djemë më su argjani, be se s'duhet, vesh, ki kozak im qënë. Edhe, kemi ardhë, ne do me thonë këtu kozak, ka mëri unë këtu atë dit, kur ka mëri atë dit këtu, shpirt, ka dhala i quni sajt, quni pronarit klubit, me na marrë. Ertë na murë shpirt edhe i kishim ja 40-20 minuta rrugë, me makinë shkëm të veni atje, të hoteli. Edhe këtu shkua ne edhe i filloj ta babin tim tha e ka një natë këtu e nuk e du, na kupto, kështu mua bete, trego ke për familjen e vetë. Edhe, për shembull, aty unë e kuptova se unë, jo unë, po kush shkoke ta i klub, do dështojke, a kuptesh? Po sa i vetë tregoj. Ke dështu atje? Po, për shembull, po, aty kam dështu. Pa i vetë tregoj ke për shembull. Po se kam i parë unë që kam dështu edhe unë. Unë dështova te Labinot Rexha dhe nuk nova më kur jeta ime me kaset. Nuk ka artist që s'ka dështu. Ai di historinë time ti vëlla, ka marr Labinot Rexha. Ha, varoj. Ai do me thonë ai vetëm tregoj mu se shqifta se babin tim tha se dun këtu hiç, a kupto? Tash më latë kuptoj unë që unë të klubi s'vjen askush vlla, se pas ka problem. Unë shkova, prap shkova, a kupton? Për shembull këto gabime gjatë karrierës të ndodhin, a kuptesh, gjatë rrugtimit. Edhe këto gjona, për shembull, i kisha unë Niko garazh. Tani marrove ti? E di historinë të Labinot Rexha apo jo? Kosovë? Në Ravec. Po. Më thret Labinot Rexha, kisha bë koncertun në Malisheve, kisha mush Malishevën full, respekte për ton shqiptarët e Malishevës. Shkoj atje e mush full, më thret Labinot Rexha, thot t'jap 3.000 euro. 2.500 euro i mersha unë, 500 euro merte Meti Seni. Meti. Meti kishte harxhu vetëm benzin me shku atje 4.000 euro, kupton? Po, be 63-shin, e? 63-sha me 30 bodyguarda, kishim lënë lesht mo, ne nuk shkum për lek koncerti, bur, po. Që mos ta sisha Metin pa lek, unë nuk doja ta çësha Metin unë këngëtar pa lek, o shoku. I thosha do lek dhe kyre. A kupton? Ja, nejse. Nisën me Meti Senin, shkojmë në Ravec, 40 veta, 10 makina. Shkojmë atje gjejmë vetëm ca kalamaja dha që bërtiçin. Meti, Kozak, nga 4-5 vjeç, ishin te dera,
Edhe nuk ishte lokal hiç valla. Fare, vetëm ca fuçiar. Asi lloj robi mren. E lash muzikën asem. Nuk nova mas, u mora mas me koncerte, as mas shumë erdhi tur po. Po pse tur, po shpirt kanë dështuar, disa repera kanë dështuar, gjithë repera. Kanë dështu, ha? Po ka më natë që s'dalin njerëz, ka natë, për shembull ka naj kund klubi është i keq. Nuk varet veç nga... Çdo lloj mirë, okay, do të bëj një pyetje. Çdo lloj reperi që ekziston në Shqipëri me valla, duke i përfshirë të gjithë, a kanë dështuar ndonjëherë thu? Gjithë më vlla. S'ka më, jam thu. Krejt a kanë dështuar kajhera. Për zotin krejt më vlla. Qa thu më valla, po pse më valla sa Po butalla. nuk ka me poshtrim ajo, o vlla. Kupton, nuk është ai gjosht. Ti i ke për shembull është e reperi ka verës 60 koncerte, ai do dështohet e 1-2, a kupton? Tash ajo nuk ka dështim, a kupton, po nuk varet pe klubit o vlla, a kupton? Me dështu për shembull në Çinkë ose në Tiranë, në mes Tiranës, aty është pak keq, a kupton? Se me dështu ti në Rahovec ose s'di, me naj vend ku nuk ka as njerëz, nuk është. Me ekuilibrazh, me knu edhe me dështu, normal që dështosh o vlla, a kupton? Me dështu në Tiranë është keq, a kupton, po a di që them? Jo, më kanë dështu, shumë njerëz kanë dështu. Sona i gjona. Ma boj pyetje për ati, e ke ti radhën. Po çuna, shpërndani pak live-in, 5.000 veta, çojni 10.000, sa veta ke ti asem? 2200. Po shpërndani më çojni 10.000 më dha, shpërndani, a doni intervista, a doni gjëna të forta rap. Se sa kam nisur, sa kam nes motorin. Vazhdo se më bëni pyetje. Po më bë pyetje edhe të forta shoku, se nuk jam tip që ngecun në shoku. Jo, po Unë të gjëna të vështira, jo të pyetje të lehta, më pyetje. A do pyetje me Queen, okay. Pse Me Queen? dhe shajte Jo blerimit? Queen që na degenerosh. Hajde, pse shajte blerimit? Pse shajte blerim Destanit? Po jo më vllaj se shata blerimin e kena çun pa blok shmu kam, po kam qenë i pim pa blok edhe më shka, edhe ej, shive si ka qenë puna. Unë isha i pim, drun mall, në alkool, edhe më shkushin njerëzit do të marri peng krejt komentet. Do të marri peng. Çani, ç'a preti më thënë? Po ti mos i influencon kështu mos u. Më tani unë i pim burr, isha i pim vlla, se unë nuk është se isha vetvetja edhe gabova. Ashtu po, me gabu tani nuk më falet. Unë i kam kërku ndjesë vlla, a kupton se unë nuk i bi kujt në qaf. Ai nuk është çun për me i ra unë në qaf. Jo, Ai është çun i mirë, është shqiptari jon, respekte. Kena bë gabim, ka i muhabet tani. Edhe te mu kanë bë njerëzit shumë gabime, edhe unë i kam fal. A kupton pa blok. Përderisa ai person kështu publik, tani do të më i pranoj edhe ca gjëna, apo do thosh ti ashtu. Gabim në nolli, ajo unë se kam shas nga familja as nga ashtu. Thjesht e kam prek. E ke kështu, okay. Kam qenë i pim, kam qenë vetvetja, drun mall në alkool, po. Sa preti nga një që është avërdoze shumë. Me thëmë fjalë të mira. Mire ke. Puna është gabosh, me qenë me trut tuja, të gaboj tani, po, s'm falet. Po, kur je i pimë, burr tani, edhe budallai i ka hap rrugë Pjanesit, kur ka patavi, ka dhënë lekë se ka pi. Tani pyetja është për ty. Po zak thot pyetësemin, a e pret ndonjë dis nga muziku? Ose a e ke gjet veten, për shembull kur ka bë dis ai, sa i ka bë dis gjithë stradës. Atë ka djeg në i këngë që ka bë ky muziku me djeg. Jo, po. Për zotin, jo. Jo, seriozisht. Me kohën që të kish pas diçka, kisha thonë, a kupton. Nuk e kam gjetë vetën askund. Nga që të kam pa një intervistë që ka thënë s'munet ai me më qit dis mu. S'u bën dis ai mu se për shembull ta menosh thellë ai. A kupton, ajo më ndryshe se unë. Si më ndryshën, qa kuptimi? Po më ndryshe më shpirt se është normal, ka ma shumë popularitet edhe normal që së më bën dismu. Si më vla s'ka, Ma shumë popularitet, thash. Oho, faleminderit. O shpirt, të shi të folim drejt, si thoj trimin vraje hakin mos ja ha, kupton. Jo. Te komat e Ajo ta përmirë me këtë muzikën, në t'i bablok. Hiq, definitivisht.
Po bablok, Edhe aje unë ta po kune kom atë e kom dzirë me ferro, nuk kom pas kur gjo, veç e kom përdor çat do me thonë qatë rast që ka pas muzikë, kom përdor si fjalë, si punchline, nuk e kom bo muzikë tonë atë, a kupton? Po tash u lidha ashtu edhe kom bo për atë, se unë nuk, se që Kujta ke bo atë që i thu, edhe orën e ke fake. atë ja kom bo, kush, atë ja kom bo, se cilit që e ka orën falsë. Nuk ka ashtu, kanë thonë krejt për zinin, po për zinin nuk e kom pas, a kupton? Hiq se kom pas. Kush ka thonë për zinin? Komente kështu, ishin zinit, po unë zini e ka ditë atë kongën Një ka ke shok zinin edhe me i bët dis nuk shkon ashtu, bablok, po në qapë se nuk e ke shok edhe me a thënë i kunj, nuk ka në i gjo. Varosin, Talin, Danvidi, gjithë o të jarat follow jena bashkë, unë si bëja të gjona, ola, as fmis jam. Mirë, qapë se ke shok qunat si avlen, po mos me i pas shok edhe me i thënë kunja, nuk shkon. Mos me i pas shok edhe me i thënë kunja, bishë, duhet më... O, se boj, bro, nuk e boj unë asent, a kuptesh, nuk jom ashtu as besprem, si jom as, a kuptesh, se bëj atë, mund të vije në i resh që duket për në ikon, por nuk do me thonë që është për në ikon, a kuptesh, si cili e merë muzikën, e koncepton, unë jom ai që e di që kom shkrujt vetë, a kupton, nuk mund dalë... Pyetja radhës, hapni s'ken rekordin çuna, tani te kjo pyetje se është shumë e fortë. Hapni s'ken rekordin dhe bëni viral. Kozak thot njoni pyete se emin kusht ka pajtu me Feron. Ti. Kushtu pajtoj. Rap të shpis, nanë modër. Po arse ju kisha shok që të dyva dhe i pajtova çuna atë. Me rap shpi, ka ndodhur ka. A t'ju tregojmë si më ke pajtu ti me këta? Tregohet vërtetën. Okej. Isha një ditë në shtëpi, isha të lujt kompjuter. Ishim të lujt me dodosta loja. Po, me rëpshi. Do me thonë, po një javë para, jo, një javë rjesht ose ma shumë, më thirë ke Kozaki me Medin, më thirëshin, e manë men kur folshim non stop natër me kamerë. Po, non stop. Folshim bashk, edhe më thirë ke Kozaki, edhe dilë ke Kozak, po Meti e ndrej numrin atë kohë, se di që ndodhi. Edhe më dilë ke Kozak, end një numër, do me thonë, unë e të menu që Medi seni se Medi i ndrej ke numrat, a se di që bëjke. Edhe ishë ora 3 natës. E pus grup me Feron. Po të ky grup me Feron muë, e më thirën Kozak, end një numër, bë unë se shonë të menu që Medi seni jo. E unë ja fush akcept. Bam, qa me paf, Kozaki i Feroja, të di. O, bablok, qa bone, aty, do me thonë, u pajtu, folëm aty, si, anej kne, pasaj patëm një konflikt aty, bashku ke qkuptu me atë. U kapë aty, prapër. U kapë, e mende. Dolet me kalash, Feron, kamer, më vdekshin në rap, u kapë aty. Qiti kalashin Feron, më vdekshin në rap. Me kalash, në dorë në WhatsApp, më dha tu, kisha lash, e tha shani qatë u nëllë, më pa po saj si, u zbut nesme, ne? Pastaj do me thonë... Pra, vazhdoja, unë u gjaka. Pastaj do me thonë, nesme në mëgjes Feron kish shkrujt me mëgjes, kur të vish Kosovë, kujti qa, edhe unë i shkrujta, pastaj më tha, po më shajte më bonjaj mu, tha shu nuk qajta, ti më shajte. Tha jo, ti më shajte. O dak, me kalash në dorë më në pasha kokën e qunit, po edhe kjo s'bog, edhe kjo është i qmenë më të këshin e rëpë, s'bom rapsh edhe kjo. Unë me kalash, a nga WhatsApp-i tu mush kalashin, pasha kokën e qunit. Ja mërë e ke prezent, a e mush të kalashin, edhe më zirë të në WhatsApp. A i fere me kalash, në aty, unë ku e shajt krej, unë e shajsha, e vanë me zi, e shajsha. Edhe, pastaj në gjesë nesmen, jo, unë fola prap unë, fola prap se e u ke qëtu. Edhe me ty dhe me atë qani të bo, Allah, unë e futa ta shë më pajdu. Më shkryti Feroniti, e kuptej që, do më thonë... Jo, e Fero ishte gabime, burse, edhe Fero. Fero e nisi. Edhe, pastaj... E kujtoj se e fole keq ti, a kuptan? Mendoj që fola keq, unë, po. Sa kipet 2 minuta kishit, a kuptan? Nuk e ti qa theti, jo, bo.
Nishin në WhatsApp, me rrëf shpije, sa Jo. roja të s'ke, më vlej pa video. Ne kemi qenë i ditë para live, unë e ti. Edhe Ferën pyti mu, am ke shajt live. Unë tash jo ty s'të kom shajt, po e kom shajt me Elshanin, për ish menaxherin e Ferës. E Fero mendoj se e kom shajt ate, a kupton? Edhe ja nisi fole, pastaj ja nisa edhe unë foli edhe që aty u bo muti. O vajnë, unë në kuptëm. Po, u pajtut. Pa dhe kongën e keni myt, Pablo. Kongën dorën zemër e kena myt, të dy edhe Fera ka bërë shumë të mirë. Tani, osem, po mos bo, pse ke bo pausë, ola, gjithë të korë? O kozak, a je bo bab ti për shumë? Po. Ti je bo bab, tashi ti e din shumë mirë se kohën me denarën edhe me masonin, apo, masonin, e ke vë emrin? Ato kohë nuk kthehen mod, denarën nuk kthehet mod boti vogël, a kupton? S'ka e veç dëritët. Atë kohë ti s'këthen mas. Unë vendosa qatë kohë, 3 me gocën time, vëlla. Turit zoti, shumë mirë ke bë. Edhe Vlla, familja është gjo me e shenjtë, bro, dhe se diskutohet. Edhe pastaj shpirt me ata, pastaj se as mu bo ke as muzik, Niko. Ti është s'mu bo ke muzik shpirt, vesh si të them, se dija ke pas në herë që s'ka hyu live, o s'tu ka hyu live hiq, a kupton. Ke dash me nejt vet. Po, ja ashtu edhe unë. Po pastaj kom punu. Po tash i kom vendos të mu këthy, jom të bo muzika për qefi. Sa vjeç je ti sem? Unë 31. 31 vjeçje. Mi që ke i vit me i vogël se mor, i vitet sa. Kur i bo 32? Me 2 mars, tash edhe sa ka. Tani, i vit që ke me i vogël se mor. Sa i madh që kam unë. Qa do thoja unë, i pyetje kam, janë kurioz edhe njerëzit me dit, a ke pi në jërë malë, vlaj? Po, më vëllë, si s'kom ti. E kam pashakar. E kam pashakar. Po qa boshe për shumë ku pishe, jam kurios me dit. Ja, hiq nuk ma do në të gjona shpit. Jo, Po ke pi për pi? po jam shumë bom, se unë jam këshu hiperaktiv. Po shumë kam i shok, unë futet në për dollape, vëlla. Ku gjoj? Me tjerë. Për në dollapër, tu e kontrolu në për Sarander, nuk ishte pjellë nënë me e gjetër, ku e meti? 2 orë në për shpirë, nuk gjeni metin. Më bënë e pyte, pra hajtë më bënë e pyte ti mu, hajtë. Ta mal ke pita shi kur ke i Zvitër. Gjermani, jo në Zvitër. Gjermani, Rop, sa kanë në total, me qa kanë qenë në grup? Ta the me lek, më mirë? Me lek të me. 3.000 euro. Sa veta keni qenë? Me rop shpije, Sa veta Veti- keni qenë që keni pi mal? Jo. 20 vetar. What? Ja. 10 veta kanë qenë papirë. Ishin një 10 tipa që s'pishin. E gëzak, Si u ndjeve kur dole në sken? A ishe full mal kur dole në sken apo jo? Pipe tani, jo, nuk isha full mal. Tani do të tregoj, me që ma bëna këtë pyetje, faleminderit, kam për tregu. Te ky lloj koncerti o vllai ku shkova, u trema rëp. Se edhe tani thënë vërtetën, unë nuk jam në i këngëtar i talentuar. Thusha kuptoj të kem talentin tati, kisha shi motrën, kisha pushtu venin në shok. A kupton, po nuk kam në i talent shumë të fort. Po show jam shumë i mirë, për këngëtari i dytë jam i mirë me bo show gjona. Edhe unë nuk kam kënu, kam 3 vjetë që s'kam kënu. Dhe ku shkoj të ky koncerti, e marr vesh atje që kishin dështu shumë repera. Për kokë familjes, për kokë që unët kishin dështu shumë njerëz. Te i njëjti vend kishin dështu. Më thojnë filani, fisteku, goca, gjona, me rëp shpije vlla u preva, mo, si që isha kështu isha me në tavolin me një ca shok ishin të më gjull ata, i thash boqa turp, i thash kam hall, i thash që do më tallin në TikTok, a kupton? Nga të shku nga Shqipëria në Gjermani me 30 veta edhe me dështu është
A turpi madhe burr, do mik të Zari. Edhe kisha shumë frikë. Unë e thash, e kishte bë dhe këtë biletat me lek 40 euro, pa nuk jam unë për me hy 40 euro, se më burra, kupton se tani me hy me 40 euro. Tani, nuk jam në i këngëtar i fort. Mu hajde 10 euro, me thënë. 10 euro. Është tamam. 20 euro disa janë. Po janë shumë mërbish. Nejse, më. Shkoj atje, vllai, i falenderoj gjithë shqiptarët që rrinë atje në Kolë, në Bërn, gjithë atë që kanë ardhur atje, mamushën, një 300 veta ishin. Edhe u kënaqa me aq sa ishin aty. Jam kënaq pafund dhe jam krenar për të njerëzit që më kanë suportuar, që kanë ardhur, që më kanë lënë me u fliqër. Se do isha fliqër dhe do ishte turp. Atëherë s'kisha kënu më kur, kisha dështu atje kur një time s'kisha marrë më me këto punë. Po, sa rrenda, sem të rrenda. Kështu. Tani ose më du me të pyet me kë këngëtar do kishe qef të bëje një bashkëpunim. Nëse nuk e ke problem për shkakun me e thënë. Shqiptar, që do kishe qef të bëje bashkëpunim. Që nuk e bër, është këngëtar që nuk e bër vëlla. Pa bo, veç dy kam që kam bo, Zinin edhe Ferën, edhe Butën, fal. Edhe me Do ke Butën. bë dhe me Butën. Po me këtë Butën, a flet me Butën. Jena follow, s'kena fol moti, po kena kontakt. Shumë. Respekti, është mirë, po nuk ka puna, artistat nuk ka që folin nërë me dvetë, nuk janë shok të jetës, sa më kuptesh atë, nuk janë shok me fol qabane si e. Vësh qashtu, kur na bjen kohë, se kur takomi dhe kunt, ose me naj koncert, nuk do me thonë që folish në stop me naj konte, Varet më burr. Edhe Ilmillin, atë shokun tim, që Po i koshaj nuk ka kënu mëj. s'ka knu. Që dish, s'ka knu, po dë kthehet, tara. Ka bo muzika dhe. Po për me bo, për në një që kom qef në muzikë ka plot, më shpirë Tera i Strefi, për shembull. Ledri, për shembull. Çun. Ledri, për shembull. Kom qef ta bëj muzikë, me në që del mirë me Ledrin. Po me Finemi? Po edhe me Finemi, pse jo, bash talent është. Talent është. Finemi solo janë të dy të fort. Po, Mirë. po se ti e përmend Finemi, po të dy edhe Finemi edhe solo, talenta. Po me këtë Azetin, si ke punët? Azetin kom pas shumë kontakt, në fillim, fare, kur Me kom Azetin, bërë me Delinën, kam pas shumë kontakt të mirë, po pastaj mas ca kosh, si u zbehen, ai Nëse jetën. po, i këngë duhet ta bëjmë me atë, i fort ai Azeti. Me tonë drejtën e kena pas në plan, të bëjmë kongë, po kur njerë s'kena shku studio. Sa herë jena takuaj, do bëjmë diçka, për shembull, kena pas 4-5 koncerte bashkë, do bëjmë diçka, Me këtë Unikatilin, po me këtë Unikatilin alla, a ke pas kontakte gjona? Direkt me atë jo, po me vllaun e tij Trametliën, kam pas kontakt. S'ke pas kur kontakt me atë, alla ti ke bë dhe këngën, ka me qajt kur Valla unë kur e kom bo kongën, unë se kom bo për Unikatilin, unë e kom bo kongën se unë ashtë jom rita, më kuptesh, është shpirë. Nuk është puna se kom përmend Unikatilin Mirë, se themi të vërtetën, edhe të ndihmoja, për shembull fancat e Unikatilit, a kupton, normal që do. Ala e pse ndihmoj, o vlla, a di pse ndihmoj, se krejt gjeneratës time që kanë, do me thonë që janë linë, që janë rrit me kongat Unikatilit, ashtu e kanë ndje, a më kuptesh? Po. Jo, po vllai, ti kesh për ty vetë o bishe. Se njerëzit han karë dhe folin kot. Nuk jam unë i pari që kom përmend Unikatilin, o vlla, kam përmend 20 veta para meje, asnjëri s'ka dhëz, o kozak. Ja, s'ka dhëz, është vërtet, s'kam çfarë. A kupton? Po unë kom bë bukur, edhe konga o i bukur komplet, edhe i reshti është shumë i bukur, edhe o rill, a kupton? Edhe njerëzit gjona, do me thonë, gjoja e vërtet njerëzive ju shkon në zemër, vlla. Edhe gjithë ato që janë rritë si unë, e kanë ndje, kur e kom thonë, edhe e kanë shpërnda, dhe ashtu ka abo muzika, po nuk do me thonë mu se më ka dhes... Vllai, i pyetje të kam. Si u njofte me Noizin?
Me Noizin në fillim jam njoh me Blerimin, do me thonë kemi qenë bashkë me makinë. Ka Po me thonë të Blerimi, si e njoh? Më trago pak edhe Blerimin e njoh prej Maqedoni, është, se Blerimi jo prej tetor, është. Okej. Nuk e njeh tani që e bëj famshëm domethënë. Jo, më Blerimin e njoh që sa vjet. Okej. Po ne Si e njoh me Noizin? Jo, nuk kom pas muhabet me Blerimin unë, apo se Blerimi është shumë më i madh se unë, apo tonë edhe vllazënit janë më të mëdhenj. Unë kom qenë i vogël për shembull Blerimi kur ka jetu jashtë vendit, apo shumë. Po thotë, moti ka ndalë. Okej, më thuj për Noizin vëlla. Me Zinin, do me thonë Blerimi, keme qenë me makinë me Blerimin, veçun e Blerimi në Gjermani, edhe ka thonë, Blerimi ka thonë, hajde dikim ta marrim Zinin. Se u devi ke Zini ta bëj kong me Ledrin, dësht i spot me Ledrin u dësh me bo, a kupton ato dy. Ata këngën deri dje. Bravo, aty kam qenë edhe Kanë unë. bërë videoklipin në Gjermani, pa e kam pa më këngën kur pa dalë atëherë. Bravo, shpirt. Edhe unë kam qenë aty, do me thonë, por i kam me morëm Zinin, do me thonë, erë Zini vetë në Frankfurt, dole me morëm bashkë me Blerimin, edhe aty jam njoftu në makinë. Edhe pastaj i kam edhe e morëm edhe Ledrin ma vonë, mas një ditë apo se di ashtu. Keni darë dhe i live me ca bicikleta, rëft kam qenë të ju pa live. Kemi qenë, do me thonë, Po kam qenë të pa live, kam qenë në Zvicër, pasha kokën e familjes, risha në Zvicër, kam lejnë 2 vjetë në Zvicër, kam qenë të ju pa live, keni qenë me i pyll, me bicikleta. Ai pyll E ke e hapë shpos live. Po. Po ju kam pa live kam qenë të ju pa. Po. Ja, do me thonë, aty do me thonë jam njoftu me Blerimin edhe me Ledrin. Jo, falë, me Zinin edhe me Ledrin. Aha. Aty jam Po e njoftu. rodë, baba. Pas Që njohë, kom ardh, kom shku O vlla, qatë tha Noizi, fjallë të para, kur e takove. Ama men qatë tha. Blerimi i tha dhe ky knon. Të nuk t'kishtë në gjuaj? Po si s'ka në gjuaj jo, mu. Po, tha, okej, hajtë shoma një muzikë. Edhe unë ja shoha me Delinën. Ja shoha me Delinën. Ai ku në gjoj, unë i katilin. Po, valla, nuk ka qatë tote, kërkush s'ka qatë tote. Sa ajo është jeta ime, nuk është që e kompormentu unë për diçka, kuptos. Edhe aja rrit me naj reper tjetër, a kupton, kote tit, a kupton, unë se di me kanë, për shumë me Tupakun ai mund t'ish rrit. Për shumë unë si jam rrit me Tupakun se... Po me Varrosin si e njoh vllai? Me Varrosin jam njoh kur kam ikë në Durrës. Kemi ikë me Zinin në Durrës e jam njoftu me Varrosi është këngëtar i fortë, ë? Është mas pari Varrosi është, domethënë, djalë e gjys. Domethënë është shumë djalë i mirë. Unë kam respekt. Se kam taku kur në Varrosin, kur se kam Pastaj taku. për muzikë, po. Po Lil Kolli. Me Kolin s'kam fol asherë, s'jam taku asherë. Nuk e taku, ë? Me Vidin jam taku, edhe me çuna tjerë. Me Kolin s'jam taku asherë. Po me Dudën. As me Dudën s'jam taku. Asnjëherë. Në kohë kur kam qenë unë qatër kur isha me Zinin në Durrës, s'ka ardhur Duda, ka qenë Anglia, se di. Po me çin raper ke pasur marrëdhëniet më të mira përveç Noizit, grupit Noizit. Në shpirt me gjithë be. Ma të mira që kom pas ma të afër ta thush. Po po që e ke pas shok mik. Po plot më shpirt me gjithë një kohë kur bësha që të fillim koncerte me gjithë jam taku, non stop, a kupton. Po Zini ka qenë ma se di, me tjerë kam qenë ma kështu. Së mbjen Kam pas pa intervistat e tuja ose kur s'kam qenë i famshëm, shifsha në herë se nuk e pas pëlqyer si këngëtar. Lekshin në Zvicër mor. ke shit ball Po kam pas shkruajt në Instagram me rrop shtëpiet, kam thënë ku je takojmë se dia që rrihen në Zvicër. Po si hapshe ti mesazhet atëherë? Se ti hap ti tash i bë mesazhet. Ikse. Po me stresin Loti Pablok, si ke punë stresin e kena varë. Po s'ka me shpirt, kam se di, tash s'kam punë hiç, do me thonë nuk kam kontakt, a kupton, s'kom pas kur njerë kontakt me stresin. Po nuk kam asgjë me stresin. Unë e respektoj. Stresin është djalë Pablok, më Inshallah rëpshije. sukses edhe, a kupton, unë edhe me një intervistë tjetër tash i këto ditë që kom dalë, kom folë, se më kam pyet.
Se mu së më vjen marre me fol, o vlla. Unë e di se si jam gabim. Jo, më dha të marrë. Unë e di se si jam gabim, unë si kom pas ton kur gjo, unë e kom pas me qëllim tjetër, po ka dalë ndryshe, domethënë fjalë që i kom thonë. E kom pas që ka qenë në burg stresi, edhe më kanë pyet edhe kom thonë, domethënë për shkak të situatës që i ka, i shkon më mirë të stepet nga muzika, kupton. Po unë se kom pas me, domethënë që është i dobët ose na i gjo, kupton, që i kanë bërë njerëz. Unë e kom pas veç për Te motra ka 20 vjet, rap shtëpi. a kupton, unë e kom bërë ato. Pastaj stresi kur ka dalë nga një kur ka dalë nga aty ka bëj intervistë, ka pyet për mua. I kanë thonë s'di, ka thonë Samsung, ku e di çfarë do ça gjona. Edhe aty e kom lënë. Se s'kom pas kurrë. Me rap shtëpi s'ka djalë më të mirë për kokë çunit. Është djalë bablokër. Edhe tjetër kush kështu ka thonë, a kupton. Po unë nuk ka që kom pas ndonjëherë kur gjë, o respekt për atë për se me pa tonë, valla, a kupton. Duhet pyet pak problemi im, a kupton, so joti. Du me të pyet pak vllai për këtë, po për Klevion o vllai. A ke pasur kontakt me Klevion? Jo, asja. Asja s'ke fol me Klevion. Ja. Po, kur ka dalë Klevi, domethënë kur boni që atër shumë në këtu në TikTok që bani shumë emër, unë s'kam nejt hiq. Qatë ko jam kon out gjithë, edhe muzikës, edhe rrjeteve sociale, edhe komplet. Jo, s'kom pas me Klevion. Ti, a ki kontakt me Klevion? Flasim në kështu kur takoj atë robin e vetë, nga Gabina merë vllai, po rrallë kam fol. Tashi, a o e vërtet që Klevio ta ka djeg makinën apo jo? Ja. Ka dhe ja. Ja, s'ma ka djeg ai. Kush? Arri çun tjetër, se di Klevio ka qenë në Dubai, më se di. E di në vetë ata. Ai që e ka djeg është i çun shumë. Po, a? Klevi. Ama e ka qu Klevio se ka qu? Pse thënë njerëzit se ka qu I Klevio? bablo, ka qu ose ka qu, se s'kam qenë aty. Po, a? Mund të them që e ka qu ose ka qu, nuk e di, kam fakte. Okej. Sa makinat kanë djeg? Po njërë, njëzë, që am bone di mu, ta belqitja. Jo, po, se disha një aty. Pritër një tjetër e kam, prit pak. Sa do shtë ta i lekt ka koshtu makina që ta kanë djek? 27.000 euro. A i ke paguj gjitha? Si që kam paguj? A i ke marrë këshu? Lek të siguracionit, pas një lek më vëtek familja s'ka marrë. Biles më shpërplas makina tani s'po më vina la këta të siguracionit edhe, po më ka 2 muaj s'ka arë siguracionit me pa makinën, kam gjerë pa makinë. O Fabio, o një qeta, po ku jerë? Nane motër, të kam pas në menje sot edhe. Fabio Dushkun, përshëndet dhe pak dhe sem. E përshëndes, Fabio. Respekt. Tani i pyetje kam për ty. A ke bënë herë burgo, vaj? Me që erdi një qeta direkt nga kujtu burgu. Jo, të s'kjo. S'kam bo. Ke bënë? Se kam bërë punën me bo burg, kur ja. Asja. Kozak thot, pyete pak Semin si kanë lindur konflikti me muzikun. O, shumë motive ka kjo, Kozak. Kjo ka 2000... Ma shpjego pak, lutem, po jo, du që ta di Allah, se unë jam gazetar, unë me këtë punë haj bukur shumë. Po shumë moti, ka shumë raste, a kupton, nuk është vish... Po ma shpjego, më thuj të raste, vogla. Po mirë, një rast ka qenë, për shumë, kër i kemi nxjerrë muzikë kokaina, edhe unë edhe aj. Unë e kam pas bo një muzikë kokaina, ai ka pas bo edhe aj, një muzikë kokaina, edhe... Ka ty o konë një konflikt paliti me dokumente, pas të i rast tjetër u konë me i shok timin ngusht. Me kë? Me Benin, se njifni, se njojnë këto, kam bo muzikë ma para, Benin. Edhe i rast, pastaj u konë sa gjona, për shembull ish menaxhimi të muziki atëherë. Ato bëshin thirrshin, për shembull, kishte ai problem me Kozakun, thirke në Bern këtu, për shembull, ose në Zyri, thirke theke
Si të vije Kozakun koncert, nuk i biju në as muzikun, as këtë asat, a kupta? Ta nalë ke bukën, o vlla, a kupta? Ja, gabim ashtu, pa le të hajnë njerëzit Edhe bukë. tashi vishin muhabete nga shokët aty thëshin o vlla, thëshin nuk o të i bo Meti muziki, i thot Metit nalja, a kupta nalja Samirit. A kupta çfarë? Po 5 artista normal që të mysin në burr. Po të mysin normal. Edhe ka pas kështu gjë, a kupton, sen. Ja, ka pas kështu shumë sen, për çfarë nuk është veç një rast, a kupton, janë kon shumë. A kupton. Për shembull mu në Gilan, për shembull s'kom shku me kënu, nuk më kanë marrë, për shembull pej menaxhmentit. Se për shembull Ferro i Gilanit ishte atëherë, ka ato të menaxhmentit tishin në Gilan, Zini është, do me thonë, Zinin e kom, si thonë, kur të regon, si thonë be o vlla. Si, çfarë do me thënë, o ti pa blok? Zini, jo, do me thonë, në Gilan, unë së shkësh atë kënoj, për arsye që nuk u mirshin të stopi, nuk u mershin të ajo klubi atje, a kupton, se thirë kem me të lëshoni atje, dhe ke mëse merë semin, a kupton? Edhe une i tregova Zinit për këtë gjo. Edhe Zini e kapi telefonin, i thiri ato atje, edhe i tha, po, e kapi telefonin, ish dite premte, ditën e mërkur, Noizi e kishti koncert të i njëti klub, edhe ju tha aty në shtine edhe semin, perinat, a kupta? Më shtini Zini perinat, kënaj, a kupta? Pas ka bo nërë Noizi të jo bishë, më rëpë shvije. Prandaj unë e tash parës ty që nuk ja bëj Zini. Me rëpë shvije, që pëse i ka bë këtë gjona që thu ti, janë gjonat mlaja, s'ti bë njëri këto shumë. Bravo që je edhe mirë njës, a kupton se duhet me qenë edhe mirë njës, ba. Jo me qenë për shumë me thënë, jo, që më ka bë mu, se ka dhe njërës që kur mërzitën, thënë, jo, që më ke bëti mu. A kupton. Po, si lindi bashkëpunimi me Noizin o vllai? Që kemi ikë studio, ashtu të bë muzika të studio, na ka pëlqy bit bashk që e bonëm, që e kish boj i producent edhe e bonëm kong. Ashtu, shumë thjesht. As e stresume, as dë ekip do bëjmë bashkëpunim, nuk e kemi fol hiq, do me thëmë për kong. Kemi shku për qefi, kemi nejtë studio dhe kemi punu dhe kemi... Po me këtë Ghetto Gjizin o vllai, si ke punët? Nuk kam, këtë raport e s'kam pas me Getin. Si ka mund të s'ke pas asjerë? Po s'kam pas me ca shok të Getit, po me Getin s'kam pas raport. S'm ka ra, kur një, me pas raport. Po me Ledrin? Me Ledrin po. Ke nejtë në me Ledrin? Po, mo. Kemi nejtë qatë kohë të klipi. Do të bëj një pyetje tani, po do të më thesh përgjigje. O Fabio, o nja qeta. Do të bëj një super pyetje, po do të më thesh përgjigje, me cilin reper ke pirë? Ma asni, për zotit. Jo. Ma asni shpirë. A pin këtë reperat malë, si menon ti? Jo. Kam nejtë me shumë që s'pin. Po kam nejtë edhe me shumë pin. Pin shevra sa vllai, me rëpë shpinë, gjo vllajnë Po ta. tash se di, se për shembull unë s'kam pi me asni reper më. E disa herë pi shevra, s'me në i tip, kështu që du me në i gjazme se kur jam qoni mirë. Qaj kozak. Tani, do të bëj pyetjen tjetër. A do ta bëjë një bashkëpunim me Melindën? Po, Melinda e mirë. Melinda super këngëtare nga... Unë bëj bashkëpunim me Melindën edhe me Tajnën. Ja, Melindën, vla. Demi fëtë Melinda, fëtë Tajna. Ja, veç me Melinda është shumë e fortë. Kam rap, jo se du ta mburr unë që... Unë jam shumë fan si muzikës, e du shumë muzikën. Ota, ku tani unë për kokë familjes nuk e mburri, ose do të them vetëm një fjalë, nuk e mburri një këngëtar ose një këngëtare kot, pasha kokën e familjes, ditë them kaq, nga femrat shqiptare, nga femrat që është një pop, është Melinda më e forta, s'ka.
Vin dhe kjo është edhe Tajna, nuk po them që është këngëtare keqe. Nuk them që është Tajna këngëtare keqe, nuk e mohoj kur kët, se është shumë këngëtare mirë, edhe Tajna. Po Melinda është e para. Pastaj vjen Tajna. Direkt vjen Tajna, direkt. Vlla, unë Pastaj kisha vjen pas Tavena Bor. unë kisha pas, për shembull, kisha nxjerri 2 këngë me i ditë. Një me Noizin, një me Ghetto Gjizi. Me i ditë. Po Noizi, pse? Jo, Noizi ka me ala probleme me këtë drejt, Ghetto Gjizin. Pse? Ala vazhdojnë për shembull këto problemet Noizi me Ghetto Gjizin. Jo, pse di, ja. Pse di. Nuk e di, s'kam info hiç nga këto gjë. Olla, si ta Vaj, Noizi ti problematiku ka qenë dikur, a vaj? kush? Zini, shumë problematik ka qenë, them. Ka qenë më shpirt. Po me këtë Bardhin, si I ke punët, me këtë këngëtarin, Bardhi. Qom djali mirë, unë Bardhin e njoh shumë moti, para famës. Bardhi ka studiun të Tov. Te ne. Po ka qenë, jo më respekt për Bardhin, po ka qenë shumë këngëtar I fort më dha, shumë ramë shok. Ja, mos besoj që ka pa jeta o koza. Jo, në krahasime si ka qenë Bisha, I ka qenë këngëtar në motrë thyte veni në dagu, Dulpi menaxhimi. Ai të kanë vjen 10 ditë, o Bisha. Ka ra me kuptim që edhe ti ke ra, vlla, se e ke lënë muzikën I farkoj, nuk do të thotë se ka gjë të keqe. Ke ra sepse e ke lënë. Edhe ai e ka lënë pak muzikën, a kupton, nuk është më aktiv siç ka qenë dikur I jetur për muzikë, vlla. Po doshta me jeta, olla, fëmia ndrojmë me gjona. Po, normal vlla, normal, po, e kuptoj vlla jot, po them që ka qenë shumë këngëtar I fortë vlla, shumë I fuqishëm në treg, po e ka lënë pak. Është prap, nuk po themi që s'është, po nuk është siç ka qenë. O ti se ka dhënë, unë marr vesh shumë nga muzika, o ti bablok. Ta menosh mirë e keti, po nuk ka kuptos. Tash Tani ti, o vlla, unë për shembull po të jem këngëtar edhe të kem talentin e të kem talentin tat, unë nxjerr këngë një herë në javë. Edhe me foto. Kote këngë edhe me foto. Nuk do të thotë që ta bësh çdo këngë me videoklip dhe të shpenzosh 30.000 euro, 40.000 euro kot. Klevi o vlla s'ka nxjerr këngë fare me videoklipe dhe Ropti ka gjithë këngën mbi 20 milione, 30 milione, 10 milion që kështu, çdo këngë hit. A kupton? Se tani për shembull të ndihmon shumë TikToku ose ke TikToku mba blok me boj këngë, bëhet viral, ikën në qiell. Nuk ka nevojë tjetër me pa videoklip, ka I koha kur dilshin njerëzit tu pa videoklip në televizor. Njerëzit tani po patë muzikën e bukur, e ngjojnë Spotify, në makinë, tu hec, nuk rrimët njëri tu pa videoklipin o shoku. Videoklipin bëhet si dushti. Po e patë këngën, shive këtë Moradin, kanë nxjerrë këngë tu hec në makinë kote, ke patë videoklipin. e kom pa. Ka 250 milion. Po çfarë videoklip është ai? Ai s'është videoklip. Po edhe unë për shembull me Delinin kom bë me 300 euro shpirt. 300 euro më ka kushtu videoklipi. Po pra, 300 euro videoklipi dhe me atë këngë ja shive motrën. Ja, po unë e kuftoj, di mirë e keti, a kupton, po nuk është edhe Ti për shembull ke studion aty, o vlla, ti ke studion aty. Po ti duhet me I shi motrën me nxjerr këngë. Nuk po them që do nxjerrësh 30 këngë dhe do jenë të 30-a shija motrën. A kupton? Po 5 stop do jenë qira? Po ti mirë e ke, o shpirt, po është puna që do me thonë, nëse bëjsh këngë konstant, non stop. O vlla, po si më të kesh studion aty dhe mos nxjerrësh një herë në javë këngë? Ja. Shikoj ke studion. Shumë ja, çif një javë këngë ti nxjerr. 10 ditë me rob shtëpie. Ose qa që letë, o shpirt. Me rob shtëpie, unë çdo këngë që kam regjistruar timen pasha kokën e familjes, nëse kam vonu më shumë se 2 orë. Edhe Po ti ke pas gati, jo kozakt, mos më tregoti mu, ti ta kam bë gati, o shpirt. Po pak gati pse po ti je talent pa blok ti. Po mirë më shpirt, nuk ka puna talenti, ti e ke pas gati, shpirt, ti ke shku në studio e ke pas muzikën. Jo, se kam pas gati rob. Me rob shtëpie kam shpik vetë, unë kam shpik në për live këngën, nuk kanë ndihmu. Jo, më kanë ndihmu, me rob shtëpie më kanë ndihmu, po, nuk e mohoj, më kanë ndihmu shumë. Po shpirt, ta di si te. Kur e bësh I gjo, do me thonë, kur bësh muzik non stop, çdo javë, do me thonë, dikur ti edhe harxhosh mo, o kozak, nuk ka... Nuk harxhosh më vlla, kush ta ka dhënë këtë menim ty? Po si nxjerr këngë herë në vit ti edhe ti je këngëtar I suksesshëm. Jo, herë në vit, jo, unë nuk jam hiç për Si do jesh ti I suksesshëm kur deli herë në vit, ti duhet të jesh aktiv.
Unë për shembull para Medelinës. Na një minutë. Unë kam 7 vjet në rrjetet sociale. Shifë, kam i orë live duke bë intervistë normale, pa debate, pa sha njëri, pa ofendu kënd, tu bë muhabet normal. Kam 5500 veta live. Edhe një 3000, 4000 këtë janë, 10.000 veta në total. A kupton, që po bëjmë një bisedë normale. Vllai, unë, nëse iki si kozak, zhdukem 5 muaj, nuk hy live, njerëzit ikin ngecin në përven e tjera, o shoku. Ikin gjojnë një tjetër, fiksohen me i tjetër, bëhen me i tjetër. Ngjor mu, nuk është... Unë nuk them që jo, shpit, nuk them që jo. Edhe ti duhet kënosh sa më shpesh, nxjerrësh këngë shpesh, të paktën një muaj po themi, duhet me nxjerr. Unë për shembull para Medelinës, 12 muaj kam nxjerr 12 këngë. Po pra. Do të thonë çdo muaj kam nxjerr këngë derisa kom rritë Medelina dhe Medelina boni bum, a kupton. Tashi si kom fillu prap do bëj. Unë tani flas që ti ke hyrë me një standard tjetër, nuk je në standardin që ke qenë para të nxjerrje Medelinën, mos ja fut kot tani.